Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Erni Deluzi. Energjia e prodhuar nga centralet fotovoltaike pësoj rritje gjatë periudhës janar-prill të këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pesha e energjisë diellore pritet të rritet më tej pasi një sër projektesh kanë avancuar me procedurat për marrjen e lejeve të nevojshme dhe nisjen e ndërtimit në terren. Energjia e prodhuar nga centralet fotovoltaike pësoi rritje gjatë 4 mujorit të parë të vitit në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave nga enti rregullatori i energjisë, në total impjantet në treg të lirë, ata që kanë kontratë me furnizuesin e tregut të lirë si dhe centrali Karavastas, prodhuan 194.458 megavatorë, apo 6.6% të totalit të energjisë elektrike të gjeneruar në vend. Vitin që shkoi për periudhën janar-prill, nga impjantet diellore u gjenerua 103.988 megavatorë energji, çka përbënte 3.35% të energjisë totale. Ndërkaq pesha e energjisë diellore pritet të rritet më tej pasi një sër projektesh tashmë kanë avancuar me procedurat për marrjen e lejeve të nevojshme dhe nisjen e ndërtimit të centraleve në terren. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, enti rregullatori i energjisë ka licencuar 10 kompani për impjante të vegjël deri në 3 megawatt, me kapacitet total të parashikuar për të instaluar prej 21 megawatt, si dhe një impjant të madh 100 megawatt. Edhe në vitet e mëparshme janë licencuar një sër kompanish në prodhimin e energjisë nga dielli, duke bërë që aktualisht të numërohen 64 kompani të licencuar në këtë aktivitet, me projekte që arrin në rreth 735 megawatt. Tu përfshihen dhe impjantet që tashmë janë në prodhim. Megjithatë, interesi i investitorëve privat për këtë sipërmarrje mbetet i lartë, me shumë aplikime të dorëzuar pranë autoriteteve përkatëse. Numri i fermerëve të pajisur me NIPT në vitin 2024 arriti në mbi 105.000, duke shënuar një rritje prej 9.6% krahasuar me një vit më parë. Sipas analizës së Scanintel, kjo lidhet ngushtë me skemat mbështetëse të qeverisë për bujqësinë dhe është shoqëruar me rritje në të gjitha qarqet e vendit. Numri i fermerëve të pajisur me NIPT në fund të vitit 2024 vlerësohet në rreth 105.709, duke shënuar një rritje me 9.6% krahasuar me numrin e fermerëve të regjistruar një vit më parë. Rritja e numrit të fermerëve të rinj është kryesisht rezultati i mbështetjes financiare të qeverisë. Skemat e subvencioneve për bujqësinë kanë ndihmuar në rritjen e formalizimit të sektorit dhe në pajisjen e fermerëve me NIPT. Scanintel ka analizuar të dhënat e regjistrit të ndërmarrjeve për vitin 2024 për të kuptuar se si është shpërndarja e fermerëve sipas rretheve. Shifrat tregojnë se gjatë periudhës një vjeçare të gjitha rrethet patën një rritje të numrit të fermerëve të regjistruar me NIPT. Konkretisht në rritjen më të lartë ka qenë qarku i Vlorës me 12.4%, pra në vitin 2024 në këtë qark u regjistruan 825 fermerë më shumë se në vitin 2023. Në rënditje ndjek qarku i Dibrës me 10.7%, rritje ku në vitin 2023 ishin të regjistruar rreth 3.179 fermerë gjithsej, ndërsa në vitin 2024 vlerësohen në 3.558. Po ashtu qarku i Elbasanit ka patur një rritje të konsiderueshme të numrit të fermerëve me 9.8%. Në të kundërt, rritja ka qenë më e ulët në qarqe si Korça dhe Lezhë, ndërsa në vitin 2024 Fieri ishte qarku që kishte më shumë fermerë të regjistruar krahasuar me qarqet e tjera. Bashkia Lushnjë kishte përqindjen më të lartë të fermerëve aktiv të regjistruar me 10.3%. Nëse analizojmë fermerët sipas gjinisë, rezulton se 14.4% e fermerëve pronare apo drejtuese janë gra, me 11.2% nga viti 2023. Lidhur me aktivitetin ekonomik, shifrat tregojnë se 57.5% e fermerëve ushtrojnë ato në ferma mikse dhe në kultivimin e perimeve. Analiza e performancës së institucioneve publike ka nxjerrë në pah punën e bërë për gjatë gjithë vitit 2024. Sa i takon bashkive në nivel qarku, listën e hap Korça dhe e mbyll Berati, ndërsa për njësitë shpenzuese me buxhetin më të madh në vendin e parë renditet Garda e Republikës. Bashkitë në vend për gjatë vitit janë edhe në një garë të padukshme për performancën më të mirë, por cila nga ato ka kryesuar. Raporti i auditimit i hartuar nga Ministria e Financave del në konkluzionin se sa i takon në rankimit të bashkive qendërqarku, në total vlerësohen me 68 pikë nga 72 gjithsej, ndërsa në veçanti, nëse e shohim listën e bashkive qendërqarku, në vendin e parë për vitin 2024 është Bashkia Korç me 49 pikë, e ndjekur nga Bashkia Shkodër me 47.5 pikë, Bashkia Durrës me 47 pikë, ndjekur nga Kuksi dhe Gjirokastra. Listën e 12 bashkive më të mëdha e mbyll Dibra, Elbasani dhe Berati që kanë regjistruar rënje të performancës. Sa i takon njësive të tjera të veçqeverisjes vendore, nëse do të marrim në konsiderat bashkitë, në top listë rënkohet Devol, Mirdit, Kamës dhe Lushnja dhe në fund të saj Skrapar, Delvin dhe Konispoli.
Njësitë shpenzuese me buxhet më të madh mbeten në fokus të vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm dhe monitorimit të performancës së veprimtarisë edhe përgjatë vitit 2024. Sa i takon analizës së bërë në 13 njësi shpenzuese me buxhet të madh, Garda e Republikës renditet në vendin e parë, e ndjekur nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, të cilat kanë pasur dhe performancë në rritje. Ndërsa me performancën më të dobët rezulton Qendra Universitare Spitalore Nën Tereza, Spitali Universitar i Traumës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Rankimi merr në konsiderat gjenerimin e të dhënave për 18 tregues performance, mbi planifikimin, zbatimin dhe ekzekutimin e buxhetit, si dhe mbi treguesit për implementimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe auditimit të brendshëm. Regjistrimet në arsimin profesional do të hapen në muajin korrik, duke ofruar mbi 2.500 bursa studimi deri në 7.320 lek në muaj për të rinjt. Përmes këtij programi, të rinjve u ofrohet mundësi konkrete për të ndërtuar një karrierë të sigurt dhe të shpejtë në tregun e punës. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, bëri me dije se regjistrimet në arsimin profesional do të hapen në muajin korrik, duke ofruar mbi 2.500 bursa studimi deri në 7.320 lek në muaj për të rinjt që ndjekin shkollën profesionale. Përmes këtij programi bursash, të rinjve u ofrohet një mundësi konkrete për të ndërtuar një karrierë të sigurt dhe të shpejtë në tregun e punës. Qeveria synon të ngreë rolin e arsimit profesional, ta bëjë atë më të aksesueshëm dhe të orientuar drejt ekonomisë së dijes dhe inovacionit, por cilët kategori mund të përfitojnë burse të plot studime. Vajzat që zgjedhin profile si mekanika, elektronika, përpunim druri, gjeodezia, shërbime mjetesh transporti apo termohidraulik përfitojnë burse të plot, ndërsa çdo vajzë që regjistrohet në arsim profesional përfiton gjysmë bursa. Ndërkohë nxënësit që zgjedhin deg prioritare si bujqësi, veterinari, pyje, ndërtim, peshkim, gjeologji, detari, shpim, shfrytëzim i burimeve të naftës dhe të gazit, gjithashtu përfitojnë mbështetje. Ekselentët që kanë mbaruar vitin shkollor paraardhës në arsimin profesional me notë mesatare mbi 9 përfitojnë bursë të plot. Mbështetje do të kenë edhe nxënësit që banojnë larg shkollave profesionale, duke mundësuar rimbursim të plot për transportin ose konvikt pa pagesë për nxënësit që banojnë më larg se 5 kilometra nga shkolla. Po kështu në listën e përfituesve përfshihen grupet e veçanta, nxënësit me aftësi të kufizuara, pakisat kombëtare dhe egjiptiane, jetim ose që kanë vetëm njërin nga prindërit. Arsimi profesional është kthyer në një shtyllë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë kombëtare dhe për përgatitjen e fuqisë punëtore që i përshtatet kërkesave reale të tregut. Duke mbaruar arsimin profesional, çdo njeri mund të gjejë lehtësisht punë edhe pa pasur një universitet. Institucionet e arsimit të mesëm profesional publik ofrojnë 22 drejtime studimi dhe 83 mundësi profilizimi. Sipas të dhënave të Instat për popullsinë, rezulton se për 100 femra ka 97.8 meshkuj. Duke u bazuar në këto statistika, vërehet se nga viti në vit raporti gjinor në Shqipëri ka shënuar një tendencë në rënje për meshkujt. Sipas të dhënave zyrtare të Instat lidhur me raportin gjinor në Shqipëri, më 1 janar 2025 për çdo 100 gra kishte 97.8 burra. Kjo tregon për një raport pothuajse të balancuar. Megjithatë, ka ndryshime të vogla krahasuar me vitet e mëparshme. Në raport me vitin 2024 vjet re një rënje minimale nga viti aktual. Pasi atëherë raporti ishte 98.1 burra për 100 gra. 2 vite më parë në vitin 2023, të dhënat nga censusi i popullsisë treguan se në Shqipëri kishte afërsisht 1.36 milion burra dhe 1.39 milion gra. Kjo përkthehet në një raport për 102 grash për çdo 100 burra, që do të thotë se kishte rreth 2% më shumë gra se sa burra. Nëse e krahasojmë me Bashkimin Evropian, më 1 janar 2023 në BE kishte 229 milion gra dhe 219 milion burra. Kjo korespondon me një raport për 104.6 gra për 100 burra, që do të thotë se kishte 4.6% më shumë gra se sa burra. Në një vështrim krahasuar me Bashkimin Evropian, në vitin 2003 diferenca gjinore ishte më e theksuar, me 5.4% më shumë gra se sa burra. Sa i përket Shqipërisë, të dhënat e Eurostatit për vitin 2003 tregojnë një raport pothuajse të balancuar, me 100.5 gra për çdo 100 burra. Gjatë 2 dekadave të fundit, Shqipëria rendite ndër vendet europiane me rritjen më të lartë të raportit gjinor në favor të grave. Ajo çka vihet re ndër vite është se edhe pse në norma të qëndrueshme raporti meshkujve dhe femrave në vendin tonë po shfaq ulje nga viti në vit. Kjo mund të jetë si pasojë disa faktorëve, si ulja e lindshmërisë dhe migrimi i gjinisë mashkullore.
Përshkallëzohet konflikti ushtarak mes Izraelit dhe Iranit. Gjatë mbrëmjes mbi 100 raketa balistike u lëshuan nga Teherani drejt Izraelit, ndërsa në orët e mëngjesit nuk ka munguar kundërpërgjigje. Të paktën 3 persona u vranë në Izrael dhe 10 të tjerë u plagosën. Izraeli dhe Irani vazhduan të sulmojnë njëri tjetrin me raketa dhe avion gjatë natës deri në mëngjesin e së shtunës, me sirenat që u dëgjuan në të gjithë Izraelin, përfshirë Tel Avivin dhe Jeruzalemin, ndërsa qytetarëve ju bë thirrje të kërkonin strehim. Të paktën 3 persona u vranë në Izrael dhe 10 të tjerë u plagosën. Teherani zyrtar tha se sulmet kundër Izraelit do të vazhdojnë, ndërsa objektivat do të zgjerohen edhe në bazat amerikane në rajon, raportoi Reuters, duke cituar komentet e bëra nga zyrtar të lartë ushtarak iranian për agjencinë e lajmeve Fars të Iranit. Ndërkohë dronët, raketat dhe avionët luftarak mund dëgjoheshin në Teheran, ndërsa Irani aktivizoi mbrojtjen e vet ajrore. Ushtria amerikane po ndihmon Izraelin në rrëzimin e raketave dhe predhave iraniane, njoftuan zyrtarët amerikan. Pentagoni kohët e fundit kishte zhvendosur asete ushtarake në rajon përpara sulmit fillestar të Izraelit. Asetet përfshin shkatrues të marinës amerikane që ishin pozicionuar pranë brigjeve të Izraelit për ta zgjesuar kundër sulmet ajrore nga Irani. Shtetet e Bashkuara përdorin gjithashtu interceptor me bazë toksore, duke përfshirë Tihad dhe Patriot. Washingtoni ka këmbgulur se ushtria amerikane nuk është përfshirë në veprimin unilateral të Izraelit, por presidenti Donald Trump tha për Wall Street Journal se SHBA ishte në dieni të planit të Tel Avivit. Ndërkohë agjencia iraniane e lajmeve Tansim raportoi një zjarr në aeroportin ndërkombëtar me Rabat të Teheranit, por pa dhënë më shumë detaje. Sulmet e vazhdueshme të Izraelit ndaj centraleve bërthamore iraniane vranë 78 persona dhe plagosën më shumë se 320 të tjerë, tha ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara. Sulmet vranë gjeneral dhe shkencëtar, por ambasadori deklaroi përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s se shumica e viktimave ishin civil. Ambasadori foli menjëherë pas breshërisë së parë të raketave me rrezet gjatë veprimi që u lëshuan nga Irani dhe kishin objektiv Tel Avivin, ku plagosën të paktën 34 persona, sipas shërbimit të ndihmës mjekësore izraelite. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i kërkoi Izraelit dhe Iranit të ndalojnë sulmet ndaj njëri tjetrit dhe bëri thirrje për zgjedhje diplomatike. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme po ndjek me prioritet dhe vëmendje të veçantë situatën e shtetasve shqiptar në Izrael të prekur nga zhvillimet e fundit. Sipas njoftimit më të fundit, deri tani nuk ka asnjë raportim për qytetar shqiptar të lënduar apo të dëmtuar. Aktualisht janë evidentuar 5 shtetas shqiptar në Izrael, 3 me status turisti dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Ambasada jonë në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me ta. Të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore, janë të informuar dhe po ndjekin udhëzimet e sigurisë të autoriteteve izraelite, thuhet në njoftimin e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme. Për shkak të situatës, fluturime janë ndërprerë. Për çdo informacion shtesë dhe nevoja emergjente, ambasada shqiptare në Tel Aviv ka vendosur në dispozicion numrat e emergjencës. Në ndërkohë të vijojmë me të tjera informacione. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane, Lagarde, kritikoi politikat tarifore të Shteteve të Bashkuara. Sipas saj, kërcënimet tarifore po frenojnë ekonominë globale dhe investimet. Kërcënimet tarifore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë penguar rikëmbjen ekonomike globale, duke shtuar pasiguri të mëdha dhe duke ndaluar investimet globale, tha Christine Lagarde, presidente e Bankës Qendrore Europiane. Gjatë vizitës së fundit të saj në Pekin, kreu i Bankës Qendrore Europiane theksoi ndikimin katastrofik të politikave të njashme dhe të paqëndrueshme amerikane në ekonominë globale. Kur shikoj ekonominë globale, shoh që ka pasur një sër tronditjesh të mëdha. Ne kemi kujtesë të shkurtër, por kur vërejmë ato që kemi përballuar në 3 vitet e fundit është e pabesueshme, por nga tronditet e një pasnjëshme dhe pothuajse të përbëra, përfundimisht ekonomia globale doli me një shkallë të lartë qëndrueshmërie, dhe ky është veçanërisht rasti i Europës. Fatkeqësisht, ndërsa po hynim në këtë modalitet rimëkëmbje, një pasiguri e madhe rambi ekonominë globale si rezultat e kërcënimeve tarifore dhe njoftimeve që u bën dhe më pas u toroqën sërish, tha Lagarde. Politikat e proteksionizmit të Donald Trump jo vetëm që kanë ulur perspektivat e ekonomive të mëdha, por edhe kanë lënë në vend bizneset dhe investitorët global
global, vuri në duke Lagarde. Pavarësisht të gjitha vështirësive, Banka Qendrore Europiane është përkushtuar ndaj misionet e saj për të rikthyer stabilitetin. Banka Qendrore ka një mision kyç dhe ai është stabiliteti. Pra ne synojmë stabilitet çmimesh, por gjithashtu e dim se nuk mund ta kemi pa stabilitet financiar. Jemi shumë të përqendruar në monitorimin e rreziqeve të mundshme, pasigurisë që mbizotron rreth ekonomisë europiane, për të parashikuar çdo pasojë të mëtejshme dhe për të gjetur një zgjidhje, theksoi Lagarde. Sipas saj, deri tani Banka Qendrore Europiane ka arritur të shmangë rritje drastike të çmimeve në Eurozonë dhe është në një pozicion të mirë për të kundërvënë goditjeve të ardhshme. Në Kroaci është konstatuar një paradoks demografik ku numri të siguruarve shëndetësor të kalon ndjeshëm atë të popullsisë zyrtare. Kjo mospërputhje ngre dyshime për abuzim në sistem dhe thekson dobësi strukturore të administratës. Një paradoks demografik me dimensione të rëndësishme politike dhe ekonomike është zbuluar ditët e fundit në Kroaci, ndërsa sipas të dhënave të fundit nga zyra e statistikave, popullsia e vendit arrin në 3.861.967 banor. Instituti i Sigurimeve Shëndetësore regjistroi 4.022.764 qytetarë të siguruar më 1 qershor 2025. Kjo përbën një diferencë për më shumë se 150.000 personash, që është ekuivalente me një popullsi të zhdukur pothuajse të barabartë me atë të qytetit të Splitit. Fenomeni megjithëse jo i ri nxjerr në pa mospërputhjen midis të dhënave zyrtare të popullsisë dhe numrit të personave të siguruar. Rritja e re prej pothuajse 50.000 personash të siguruar në më pak se 6 muaj ngre shqetësime serioze pasi nuk ka pasur asnjë ngjarje apo valje migrimi që të justifikojë këtë ndryshim. Sipas të dhënave nga Ministria e Punës dhe organet kompetente, numri punëtorëve të huaj në Kroaci mbetet i qëndrueshëm në rreth 130.000, edhe se 2/3 e lejeve të punës kanë të bëjnë me pozicionet e reja dhe jo me shtesa. Ndaj nuk është fluksi masiv i fuqisë punëtore të re që shpjegon numrin e tepërt të personave të siguruar, por cilët janë të siguruarit imagjinar. Fenomeni shpjegohet nga një sër dobësish strukturore të mekanizmit shtetëror, çregjistrimi vonuar është hallka kryesore. Shumë kroatë që kanë emigruar përgjithmonë në vende të tjera europiane mbeten pjesë e sistemit edhe pse nuk banojnë më aty ose nuk kanë të drejtë për shërbime. Gjithashtu nuk ka kontroll të mjaftueshëm të regjistrimeve. Të huaj që punojnë përkohësisht ose pa një status të qartë mund të sigurohen me të dhëna të paplota ose të pasakta, pa i përmbushur plotësisht kërkesat. Për më tepër janë regjistruar raste të punëdhënësve që sigurojnë punonjës fiktiv ose persona të vetë punësuar pa aktivitet real, thjesht që ata ose palët e treta të mund të fitojnë akses në numrat e regjistrimit dhe legitimitetin tatimor. Dhe jo vetëm kaq, shërbimi statistikor, Ministria e Shëndetësisë, regjistrat komunal dhe organizatat e sigurimeve nuk shkëmbejnë mjaftueshëm të dhënat, duke rezultuar në një grumbullim shifrash që nuk korrespondojnë me realitetin. Megjithatë, ende ekziston gurrimi politik për të ndryshuar rrënjësisht situatën. Një regjistër i fryrë i personave të siguruar mund të jetë i dobishëm në raporte statistikore, subvencionet europiane apo dhe për të manipuluar votat. Kosto ekonomike e këtij deformimi është e madhe. Shteti është i ngarkuar me kosto shtesë për shërbimet që mund të mos ofrohen, ndërsa besueshmëria e sistemit shëndetësor dhe të sigurimeve zbehet. Në të njëjtën kohë, qytetarëve që jetojnë dhe punojnë në Kroaci u kërkohet të mbështesin përmes kontributeve të tyre, një sistem që funksionon pjesërisht në bazë të dhënave fiktive. Qeveria kroate ka njoftuar se do të vijojë me një kontroll të plotë të personave të siguruar të regjistruar dhe do të përmirësojë ndërlidhjen midis shërbimeve përkatëse. Megjithatë, përvoja tregon se vullneti politik shpesh has në rezistencë të brendshme dhe pengesa burokratike. Temperaturat e larta të detit në Greqi kanë shkatëruar prodhimin dhe kultivimin e midjeve. Fermerët përballen me pasiguri të madhe dhe mungesë mbështetje, ndërsa qeveria ka kërkuar mbështetjen evropiane. Industria e kultivimit të midhjeve në Greqi është në kërcënim serioz pasi temperaturat rekord të larta të detit verën e kaluar zhdukën gati 90% të prodhimin në gjirin termaik. Ujërat e ngrohta dhe të cekta të gjirit fshehin një katastrofë në rritje për fermerët vendas. Korrikun e kaluar, temperaturat e detit u rritën mbi 30 gradë Celsius, duke shndërruar zonën dikur produktive për midhjet në një ambient të pajet. I gjithë prodhimi humbi së bashku me midhjet e vogla që duhet të shtronin rrugën për vitin e ardhshëm në fshatra si Kalastra dhe Kimina, qindra fermerë tani përballen me një të ardhme të pasigurt. Nxehtësia e vitit të kaluar vrau gjithçka, farën dhe prodhimin. Vetëm në këtë zonë humbëm 100% të prodhimit, nuk ka fitime dhe asnjë të ardhme, tha një fermer midhjesh i gjeneratës së katërt, ndërsa shkencëtarët
kanë paralajmëruar për vite me radhë se ndryshimi i klimës do të ngrohte urat e mesdheut, pak prisnin që ndikimi të ishte kaq i shpejt. Sidomos gjatë 4 viteve të fundit, mjedhjet kanë pasur vështirësi të rriten me metodat që kemi përdorur gjithmonë. E ardhmja e kultivimit të mjedhjeve është bërë jashtëzakonisht e pasigurt, tha Vasilis Anastasiu, një fermer mjedhjesh dhe iktiolog. Gjiri termaik dikur furnizonte një nga industritë kryesore të mjedhjeve në Europë. Megjithatë, nxehtësia e verës së kaluar i rriti temperaturat e detit aq lart sa mjedhjet nuk kishin shanse për mbjetesë. Pas një far të mbetur, kriza e mjedhjeve shkon përtej një shkallë lokale. Greqia eksporton gati 20.000 ton prodhim çdo vit dhe kjo krizë rrezikon gjithë zinxhirin e furnizimit. Qeveria greke kanë konfirmuar shkallën e lartë të dëmit dhe theksoi se po punon me institucionet europiane për mbështetje të mundshme, por deri më tani fermerët thonë se pak ndihmë ka ardhur atyre. Pas një lehtësim dhe me detet që po bëhen vetëm më të ngrohta, shumë kultivues të mjedhjeve kanë frikë se jetesa e tyre tani është shkatëruar plotësisht. Qeveria italiane planifikon të heqë kufizimet për shitjen e të drejtave televizive të kampionatit botëror të futbollit Serie A. Projekt ligji parashikon edhe ndryshime në shpërndarjen e fitimeve mes klubeve, duke favorizuar barazinë dhe zhvillimin e talenteve vendase. Italia planifikon të heqë rregullin që e pengon kampionatet e futbollit Serie A t'ia shes të drejtat televizive një blerësi të vetëm. Një projekt ligji i qeverisë tregon se kjo është pjesë e një ndryshimi të madh në rregullat mediatike për transmetimet sportive. Qeveria prezantoi rregullin pa blerës të vetëm për të shmangur krijimin e një lojtari dominues në sektorin e televizionit me pagesë në vitin 2008, kur miratoi një ligj që u besonte ligave sportive të shesin kolektivisht të drejtat për të transmetuar ndeshjet drejt për drejt. Të drejtat e transmetimit janë burimi kryesor i të ardhurave për klubet e Serie A, por ato mbeten prapa në krahasim me ligat e tjera të mëdha europiane. Sipas kontratave ekzistuese që skadojnë në sezonin 2028-2029, Serie A fiton rreth 900 milionë euro çdo vit nga shërbimi transmetuesit sportiv DAZN dhe firma e televizionit me pagesë Sky, me të parin që transmeton të gjitha ndeshjet dhe Sky që bashkë transmeton disa prej tyre. Kjo shumë është afërsisht gjysma e të ardhurave vjetore të transmetimit të Premier League në Angli, e cila ka në fuqi një rregull pa blerës së vetëm. Bundesliga gjermane që vitin e kaluar hoqi këtë rregull, përfiton rreth 1.1 miliard euro çdo vit nga licencat e transmetimit vendas, sipas të dhënave të UEFA-s. Qeveria italiane gjithashtu planifikon të prezantojë ndryshime në mënyrën se si Serie A shpërndan të ardhurat televizive midis klubeve, duke i rritur në mbi 50% shumën që duhet të ndahet në mënyrë të barabartë midis të gjitha klubeve, nga 50% që është aktualisht. Klubeve që zhvillojnë dhe fusin në fushë lojtar të rinj italian do t'u jepin gjithashtu të ardhura shtesë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.